Prefektja e qarkut të Vlorës Evi Sallushi ka vendosur që në fund të çdo muaji të organizojë një takim të rregullt me gazetarët e mediave në qytet. Qëllimi është krijimi një hapësire të përbashkët komunikimi që promovon transparencën, llogaridhënien, shqyrtimin e problematikave të ngritura nga qytetarët, si dhe diskutimin e mënyrave për zgjidhjen e tyre. Në këtë frymë, këtë të mërkur u zhvillua takimi i parë zyrtar, ku prefekti Allushi priti përfaqësues të mediave së bashku me stafin e saj. Gjatë këtij takimi, çdo çështje e ngritur u regjistrua me kujdes nga zyrtarët e institucionit në mënyrë që të ndiqet procesi i trajtimit deri në përfundim. Prefekti Allushi shpjegoi se këto takime do të jenë një praktikë e rregullt në fund të çdo muaji dhe se përveç se shërbejnë si një forum informimi mbi aktivitetet e institucionit të prefektit, ato gjithashtu synojnë të krijojnë mundësi bashkëbisedimi mes gazetarëve dhe administratës. Sipas saj, gazetarët luajnë një rol kyç në shoqëri, sepse janë gjithmonë pranë problematikave që asin qytetarët dhe kanë marrëdhënie të drejtpërdrejta me komunitetin. Në këtë kontekst, takimet do të shërbejnë jo vetëm për informimin publik, por edhe për të diskutuar mbi vëzhgimet dhe sugjerimet konkrete që gazetarët sillin nga terreni, qoftë për problematikat e shfaqura apo qoftë për sugjerime dhe përmirësime institucionale. Gjithashtu, këto takime synojnë të nxisin një kritikë konstruktive në shërbim të një administrate më efikase dhe më afër qytetarëve të qarkut të Vlorës. Jemi sot këtu në një takim me gazetarët, takim i cili do të jetë çdo muaj, në përfundim të çdo muaji të aktivitetit të institucionit të prefekturës, do të zhvillojmë takime me ju, të cilat përveç se informimit mbi aktivitetin e institucionit të prefekturës, njëherësh do të jenë edhe takime bashkëbisedimi, gjatë të cilave ne do të kemi mundësinë të flasim së bashku, të dëgjojmë si gazetar të qytetit, sepse jeni kudo ku kemi situata apo dhe marrëdhënie të drejtpërdrejta me qytetarët, por njëherësh edhe për të diskutuar në detaje lidhur me ato se çfarë ju shikoni dhe çfarë mund të na sugjeroni, apo ndoshta edhe për të kritikuar në të mirë të punës tonë, në të mirë të ecurisë së punëve të institucionit të prefekturës, por mbi të gjitha në të mirë për të qenë sa më afër gjithë qytetarëve të qarkut të Vlorës. Gjatë takimit, gazetarët ngritën një sër shqetësimesh dhe problematikash të rëndësishme që prekin jetën e përditshme të qytetarëve. Ndër temat e diskutimit ishte pastrimi i Vlorës, me në fokus të veçantë menaxhimi i mbeturinave dhe higjiena e përgjithshme në qytet, larja dhe mirëmbajtja e rrugëve, duke përfshirë shqetësime lidhur me infrastrukturën dhe higjienën në akset kryesore, por edhe në brendësi të qytetit. Pashtu, një çështje e rëndësishme që ngritën gazetarët ishte monitorimi i aktiviteteve të bashkive në media, si dhe mënyra se si këto aktivitete të komunikohen te publiku. Gazetarët kërkuan më shumë transparencë dhe qartësi në aktivitetet dhe investimet që kryejnë bashkitë. Këto të fundit duhet që aktivitetin e tyre ta bëjnë sa më të prekshëm nga qytetarët, duke qenë prezent në media. Efikasiteti dhe transparenca e institucioneve publike, duke kërkuar që institucionet jenë më të hapura dhe të përgjigjen në kohë dhe me shpejtësi ndaj shqetësimeve të qytetarëve, një tjetër temë e diskutimit. Po ashtu, diskutua për largimin e disa institucioneve nga Vlora, një çështje që ngjalli shqetësime në lidhje me qasjen e qytetarëve ndaj shërbimeve publike dhe aksesin e tyre. Prefekti Allushi dhe specialistët e zyrave përkatëse në institucionin e prefektit morën shënime të detajuara për çdo çështje të ngritur. Ata theksuan se do të ndjekin me përkushtim të gjitha shqetësimet e regjistruara dhe se do të bashkëpunojnë ngushtë me institucionet përkatëse për zgjidhjen e problemeve në terren. Qëllimi është që çdo çështje të trajtohet në mënyrë profesionale, transparente dhe brenda afateve të arsyeshme, duke i dhënë gazetarëve dhe qytetarëve përgjigje konkrete të matshme. Ky takim shënon një hap të rëndësishëm drejt forcimit të komunikimit midis institucioneve dhe medias, si dhe drejt rritjes së përgjegjshmërisë dhe transparencës në shërbim të komunitetit. Takimet e ardhshme pritet të jenë të rëndësishme për dialog të hapur dhe për adresimin e mëtejshëm të çështjeve që prekin jetën e përditshme të qytetarëve në qarkun e Vlorës.